Pas premierës së saj në qytetin e Lezhës, drama 7 minuta, e cila trajton dinjitetin dhe të drejtat e punëtorëve, vazhdon turneun e saj dhe këtë javë do të vihet në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë. Me regji nga Driada Dervishi, vepra e dramaturgut të njohur italian Stefano Massini do të ngjitet në skenën e teatrit të Korçës në datat 13 dhe 14 shkurt. Në këtë shfaqje do të interpretojë një trup aktoresh të mirënjohura si Ylka Mujo, Luiza Giovanni, Zamira Kita, Olta Anila Bisha, Rudina Dembacaj, Adelina Muça, Alesia Xhemalaj, Paola Kodra, Ailin Petrela dhe Joana Karaj. Pjesa teatrale trajton historinë e një grupi punëtoresh të një biznesi tekstilesh, i cili do të blihet nga një kompani shumëkombëshe. Vepra që i flet mirë kohëve që po jetojmë, përcjell një shumësi mesazhesh, nga të cilat qendrore mbetet lufta e grave për të drejta dhe barazi gjinore. Drama 7 minuta do të vihet edhe në skenën e Pallatit të Kulturës në Ersek si pjesë e turneut të saj në qytete të ndryshme të Shqipërisë.